mbrëma miq të Shqipëria Europiane, ja ku jemi sërish së bashku në këtë puntat të parë të vitit 2026. Do doja ta nisja këtë puntat me një urim të përzemërt nga e gjithë familja televizive Skan dhe nga stafi i Shqipëria Europiane për të gjithë familjet tuaja. Në çdo vit që kalon ne jemi më afër objektivave tona dhe Shqipëria është më afër se kurrë Bashkimit Evropian. Sonte kemi zgjedhur të flasim për një nga temat më të diskutuara dhe më të trajtuara në mbulimet mediatike që ka të bëjë me pasuritë e paluajtshme. Kemi folur gjatë për mënyrën se si do të impaktojë procesi i integrimit të Bashkimit Evropian të gjitha sektorët e ndryshme dhe një ndër këto sektore do të jetë padyshim tregu i pasurive të paluajtshme. A do jetë tregu i pasurive të paluajtshme një ndër sektoret më të impaktuara nga procesi i integrimit të Bashkimit Evropian? Dhe si do ta ndryshojë dhe transformojë ai këtë proces. Pas pak në studion e Shqipëria Europiane do të na bashkohet eksperti i pronave, Armand Shkëmbi, për na dhënë një analizë të qartë të mënyrës se si do transformohet ky sektor. Por si fillim, ndjekim insertin dhe rikthehemi pas pak në studio. Procesi i integrimit evropian i Shqipërisë përfaqëson një nga transformimet më të rëndësishme strukturore të vendit, me ndikim të drejtë për drejtë në ekonomi, institucione dhe në mënyrën se si funksionon tregu i pasurive të paluajtshme. Afrimi me Bashkimin Evropian nënkupton përafrim të legjislacionit, forcim të shtetit ligjor dhe rritje të standardeve në fushën e pronësisë, ndërtimit dhe planifikimit urban. Këta faktor janë thelbësor për një treg imobiliar të qëndrueshëm, transparent dhe të besueshëm, si për qytetarët vendas, ashtu edhe për investitorët e huaj. Një nga ndikimet kryesore të integrimit evropian është rritja e sigurisë juridike mbi pronën. Zgjidhja e problematikave historike të pronësisë, digitalizimi i regjistrave dhe respektimi i rregullave të qarta ligjore krijojnë një klimë më të sigurt për investime afatgjata, duke rritur interesin e kapitalit evropian në tregun shqiptar të pasurive të paluajtshme. Në të njëjtën kohë, integrimi evropian pritet të ndikojë edhe në çmimet e pronave. Zhvillimi i infrastrukturës, rritja e kërkesës dhe përmirësimi i cilësisë së ndërtimit mund të sjellin një rritje graduale të vlerës së pasurive të paluajtshme, sidomos në qytetet e mëdha dhe zonat turistike. Megjithatë, ky proces duhet të shoqërohet me politika publike që garantojnë akses të përballueshëm për qytetarët shqiptar dhe shmangin përjashtimin social. Integrimi në Bashkimin Evropian sjell gjithashtu standarde më të larta në ndërtim, eficiencë energjetike dhe mbrojtje të mjedisit. Këto standarde rrisin cilësinë e jetesës, por kërkojnë edhe përshtatje nga sektori i ndërtimit dhe aktorët e tregut imobiliar. Në këtë kontekst, tregu i pasurive të paluajtshme nuk është thjesht një sektor ekonomik, por një pasqyrë konkrete e rrugëtimit evropian të Shqipërisë, një treg që do të zhvillohet mbi bazën e rregullave, transparencës dhe vizionit afatgjatë. Jemi rikthyer sërish në studio të dashur miq dhe siç e komunikova edhe pak më parë, na është bashkuar në studio eksperti i pronave, zoti Armand Shkëmbi. Faleminderit që jeni me ne në Shqipëri. Faleminderit për ftesën. Në fakt, ka qenë një temë së fundmi që është trajtuar më së shumë pifryrja e tregut dhe të pasurive të paluajtshme, por ajo që intereson qytetarëve të dinë dhe është dhe arsyeja pse ne ju kemi sot në studio, është për të ditur se si do ta impaktojë pra procesi i integrimit të BE-s këtë treg. Ajo që ne presim me hyrjen e Shqipërisë në Komunitetin Evropian është përmirësimi i brandit të Shqipërisë në përgjithësi. Pra, çfarë ndodh është tregu ynë bëhet më i besueshëm, kap më shumë vëmendjen e blerësve ndërkombëtar, jo vetëm evropian, edhe nga vendet e tjera të Europës. Por përvoja deri tani ka treguar që këta blerësit e huaj blejnë kryesisht në Bregdetin shqiptar, jo në Tiranë, nuk presim që të vinë blejnë në Tiranë, kështu që Bregdeti shqiptar duhet terren akoma më i nxehtë, treg akoma më i nxehtë pronash. Tirana nuk e shoh të jetë e nxehtë përkundrejt blerësve të huaj, përveç se kur të bien çmimet. Nëse këtu bien çmimet, mund të blejnë blerësit e huaj. Një faktor që do ta ndikojë negativisht tregun është edhe rënja akoma më tej e popullatës. Pra, çfarë ka treguar historia deri tanishme për vende të vogla si ne, me ekonomi modeste, është që emigrimi i rritet, nuk zvoglohet. Pra, meraku është që ne do vazhdojmë të humbasim akoma popullsi, që i bie të humbasim konsumator, e përjedhoj Tirana të ketë më shumë apartamente bosh se çka sot që janë 50 deri në 70.000 prona bosh. Pra, kur hym në Europë, tregu i Bregdetit nxehet dhe për mua Tirana ftohet.
Kjo do t'jetë një ndër aspektet, pra që do të ndikoj rritja kredibilitetit nga të huajt, për ata që mund ta konsiderojnë Shqipërinë si një vend investimi në pasuritë e paluajtshme, por nga ana tjetër ju dhat edhe një arsye motivuese deri diku, por që ndikohet nga një faktor demotivues që është largimi masiv i popullatës. Por nga ana tjetër, kjo e impakton në mënyrë pozitive tregun e pasurive të paluajtshme, sepse mund të ketë një shfryrje të kolosale. Logjikisht po. Pra, çfarë kemi ne sot në Tiranë, kemi 50 deri 70.000 banesa bosh në qarkun e Tiranës, po duke qenë që nuk kemi politika motivuese të natyrës që mund të taksoheshin pronarët e pronave bosh që këto të dalin në treg. Këto prona nuk janë në treg, janë të mbyllura me çelës. Prandaj ne kemi një treg të fryrë ku vazhdon ndërtohet, popullsia rrallohet, çmimet rriten. Parimet e tregut nuk funksionojnë në këtë mënyrë. Tregu është kërkesë ofertë natyrshëm, meqense kemi kaq shumë prodhim, çmimet duhet të ishin më të ulta. Po ne kemi një shtrëmërim të tregut këtu që këto prona blihen dhe mbyllen me çelës. Kryesisht në shqiptar që jetojnë emigrim, që jetojnë jashtë shtetit, dhe në vitet e ardhshme duhet ndërhyrë me politika që ti motivojnë njerëzit që mbajnë apartamentet bosh të nxjerrin treg, qoftë për qera apo për shitje. Pra, nuk do të ketë një impakt direkt ose një rezultat direkt që do të ndikojë të paktën në një reduktim të çmimeve aktuale që operojnë në tregun e pasurive. Shiko, në krye të 2 viteve fillon dhe taksimi i pronës 2/3 që do taksohet më shumë se sa prona e parë, që mund të ndikojë në daljen e këtyre pronave bosh në Tiranë në treg. Jo vetëm në Tiranë, po edhe në pjesë të tjera të Shqipërisë. Kjo mund të ndikojë në një ftoje të tregut. Thash, në Tiranë kemi pasur shumë prodhim këto vite, kërkesa nuk është se është shtuar, popullata është ajo që është, në mos po ka filluar të bjerë edhe në Tiranë. Kështu që Tirana nuk e shon në ngritje në çmime në muajt dhe vitet që vinë. Bregdeti pastaj është shumë i kërkuar, jo vetëm nga shqiptarët e Shqipërisë, nga shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, nga Çek, nga Polak, nga Europian. Mund të kemi dhe Golden Visa. Vendet që kanë hyrë në Europë, ato vitet e para kanë aplikuar dhe Golden Visa për shembull, dhe mund të vinë dhe nga shtetet e tjera të blejnë prona Bregdet, ndoshta edhe në Tiranë, po Tirana është shumë e shtrenjtë, në mënyrë që të fitojnë akses në komunitetin evropian. Pra ka 2 tipologji kërkese, ajo nga Bregdeti dhe ajo e kryeqytetit ndryshojnë në mënyrë totale. Ndryshojnë, janë 2 tregje të ndryshme. Janë 2 tregje të ndryshme, por është edhe diferenca e kostove po kaq e ndryshme? Kostot e ndërtimit janë pak a shumë ato, ndërsa çmimet janë të krahasueshme. Tirana me Bregdetin është e krahasueshme. Është e krahasueshme, nuk ka ndonjë diferencë. Përveç ca zonave super të nxehta, siç është Palasa për shembull apo Dërmiu, që janë shumë lart. Dërmiu është diku te 3000 euro/m2, Palasa është 4000-4500, ca raste edhe 5000 euro/m2. Zonat e tjera janë të krahasueshme me Tiranën, po themi nga këte nga zona e Golemit Qereti që është 1200-1300 euro/m2 deri Vlora që është 2300-2500 euro/m2, po ky range çmimesh, ky diapazon është dhe në Tiranë. Është e njëjta tipologjia. Periferia me qendrën. Pak a shumë. Si mendoni, a do të jetë real estate një nga sektorët që do të ndikohet në mënyrë direkte nga procesi i integrimit të Bashkimit Evropian? Mendoj që po. Tregu i ndërtimit në Shqipëri është 20% e GDP-s, në mos 20%, 18%, pra është industria më e madhe në vend. Duke qenë që ne jemi kaq afër Europës, një kontinenti që ka ekonomi, pra është përballë ne kemi diku tek 300 milion njerëz me ekonomi të mirë, që ja lejojnë vetes një pronë në Bregdet. Prandaj them që Bregdeti do tentojë të rritet me hyrjen në komunitetin evropian. Pra e lejojnë vetes. Kur ne hymë aty, edhe brandi ynë, se që e përmenda në fillim, bëhet më i besueshëm, se Shqipëria nuk ka pasur brand shumë i besueshëm. Ka filluar të përmirësohet imazhi jonë në Europë dhe në gjithë botën, pra ardhja e njerëzve që kanë ekonomi më të fortë nga ne, për fat keq do t'i bëj pronat e Bregdetit të paprekshme nga ne shqiptarët që kemi zgjedhur të jetojmë këtu. Do t'jetë, pra ka edhe një risk për hapja ndaj këtij tregu. Do vini investime, po për neve do bën gati të paprekshme. I njëjti fenomen ka ndodhur në Greqi, në Kroaci, në Portugali, që lokalet vuajnë për të blerë prona, kryesisht Bregdetin, po themi. Në Spanjë tani kanë filluar të luftojnë shumë me Airbnb, apartamentet me Airbnb, sidomos Barcelona, që është qytet bregdetar, është i ngarkuar shumë me turistë, edhe po nxjerrin politika që të rrallojnë turizmin, të demotivojnë blerjen e pronave, për shembull do dorisin taksimin për tuaj që blejnë prona në vendet bregdetare në Spanjë. Ne jemi larg këtij fenomeni, ne jemi në fazën tani që ne duam të vinë të huajt. Nuk jemi fazën që duam t'i largojmë.
Por kur vinë ata rrisin çmimet? Do ketë një efekt Rritje çmimesh në Bregdet. tjetër, I cili nuk pritet, edhe pse ne jemi ftues ndaj të huajve, duke I parë ata si një mundësi, ndoshta zhvillimi për ekonominë tonë të turizmit kryesisht, por ndoshta investitorët nuk do kenë atë efektin të pritshëm dhe të entuziazmi që kemi ne deri tani. Por pyetja që unë do kisha për ju është cili do t'jetë ndryshimi kryesor që pritet në fushën e pronësisë dhe të ndërtimit gjatë procesit të integrimit, por edhe në periudhën kur ne do jemi tashmë pjesë zyrtare e BE-s. Për të hyrë në komunitetin evropian duhet të rrisësh standardet. Pra, tregu I ndërtimit në Shqipëri gjithë këto vite ka qenë informal, ka filluar të formalizohet diçka, pra të vihet në kontroll të institucioneve të shtetit e kështu me radhë. Legjislacioni sa vjen e ngarkohet në drejtim dhe standardet duhet të rriten. Standardet e sigurisë, po të marr vetëm një rast të thjeshtë. Për shembull në kantierët shqiptare të ndërtimit niveli I sigurisë për punonësit është modest. Nuk ka siguri të mirë. Unë kam parë në vende europiane për shembull që niveli I sigurisë është shumë I lartë, po ti po rrites siguri në kantier për stafin rriten kostot për shembull, sepse do investosh akoma më shumë. Kemi pastaj investime për termoizolimin, për audioizolimin, për sistemet elektrike, hidrike që ndërtuesit tani bëjnë relativisht mirë për hir të vërtetës, por duke hyrë në komunitetin evropian do aplikohen të tjera standarde, të tjera kërkesa që do rriten kostot e ndërtimit. Mendoj që kostot do vinë duke u rritur, jo duke rënë. Kjo do të jetë. Çmimi është tjetër gjë, se varet nga kërkesë oferta, pra sa e paguan tregu, sa nevojë ka tregu për të blerë apartamente, por kostot do rriten sepse do rriten standardet. Me që folëm pak më parë për investitorët e huaj që do ta shikojnë Shqipërinë si një vend potencial për të bërë investimet e tyre në pasuritë e paluajtshme. Të huajt kryesisht kur vinë në Shqipëri, çfarë kërkojnë investitorët e huaj? Cilat janë ato kriteret bazë që duan të dinë dhe të jenë në njohje të mirë në eksperiencën tuaj? Ajo që ndodh është që të huajt blejnë prona në Bregdet kryesisht për qejf. Disa prej tyre aplikojnë edhe këtë modelin që vinë vetë të rinë 2 javë me pushime dhe pjesën tjetër e lënë me qera ditore. Pra angazhojnë individu se kompani lokale, të cilat ja u japin me qera për një përfitim të mirë. Dhe në Bregdet deri diku kjo funksionon. Të huajt nuk blejnë në Tiranë se Tirana nuk ka kthim të mirë nga qeraja, nuk është vend ku ka qera në raport me blerjen, pra duhet jetë kthimi nga qeraja diku tek 6-7% që ti të rreheqësh investitor të huaj që të blejnë prona në Tiranë për të dhënë me qera. Ne nuk kemi edhe një brez profesionist të shtërinj që paguajnë mirë, gati të paguajnë qera të larta që të vinë të huaj të blejnë prona në Tiranë për t'i lënë me qera. Pra nuk është atraktive të rrejse Tirana për të huaj, është kryesisht Bregdeti për qef apo edhe për modelin Airbnb që ta lënë me qera ditore apartamentin. Pra, e kuptuam që ndoshta Bregdeti do jetë ajo pjesa më e lakmuar nga investitorët e huaj dhe e thatë dhe pak më parë që mund të jetë e vështirë për lokalet që të bëjnë investimet e tyre në Bregdet, për shkak sepse do jetë vendi ku do ketë kryesisht investimet të huaja. Tirana, duke marrë parasysh edhe luhatjen dhe disbalancën e madhe të tregut që folëm që në krye të bisedës, rrezikon që kjo të jetë absolute, pra të jetë akoma më fragmentuar ky distabilitet, apo ndoshta mund të ketë elemente të tjera që I përmendëm edhe pak më parë për Ciptazi që mund të ndikojnë edhe pozitivisht, por kryesorja do të jetë që pjesa më e madhe është e rrezikuar, pra që do ketë një fryrje akoma më të madhe dhe distabiliteti do jetë më I lartë. Tirana ka një fenomen të çuditshëm që e përmendëm pak parë, megjithëse ndërtohet shumë dhe ne shkojmë me sy të lirë në çdo rrugë, në çdo cep, në çdo baçe, shtëpi private ndërtohet. Çmimet janë rritur këto vitet e fundit në mënyrë të pashpjegueshme. Pra të ardhurat tona nuk janë rritur në raport me rritjen e çmimeve, që ne ta shpjegojmë dhe ta justifikojmë që rritja e çmimeve vjen nga rritja ekonomike. Është një lloj fryrje që vjen nga fenomene të ndryshme, një pjesë është pjesa më e madhe shqiptarëve blen një shtëpi në Tiranë për fëmijët që ta kenë si policë sigurie kur të rriten fëmijët në Tiranë, sepse qytetet e tjera me përjashtim të qyteteve bregdetare nuk kanë shumë potencial ekonomik. Pra, kjo fryrje vjen nga blerjet e prindërve, policë sigurie, emigrantët kemi një shtëpi në Tiranë. Janë spekulantët që blenë në këto projektet në ndërtime sipër në mënyrë që të shtojnë lekët. To janë 3 kategori. Ta blenë në grop që ta shes në fund. Janë dhe këto burimet gri të lekëve që I përmenden, bën 4. Janë shumë burime lekësh që hynë, që I fryjnë në mënyrë artificiale tregun. Kjo nuk po themi ne kemi ekonomi kaq të fortë që të justifikojmë këto çmime. Ka hyrje, injeksione keshi në këtë industri që nuk janë racionale. Pra nuk I blen njerëzit për të banuar. Shtëpia blihet për të banuar. Dhe ne sot kemi 50 deri 70.000 prona bosh që nuk banohen.
Pra janë, si me pas Kalupe Floriri, kete shtëpia, ca Kalupe Floriri nuk po e përdor për gjë, thjesht ke parkuar lekët aty dhe mendon që do i ruash lekët. Po, nga entet përkatëse, nuk mund të ketë një politikë regulatore që mund të ndikojë drejt për së drejti në këtë proces dhe në reduktimin e këtyre kategorive, në nën kategoritë mund të ketë, por nuk i ka hyrë njeri akoma kësaj pune, sepse Bashkia e Tiranës dhe shtetit i bëhet mbarë të ndërtohet se ka shumë prurje. Pra bashkia merr taksën e infrastrukturës, shteti merr TVSH-rat, aty invitime kështu me radhë dhe kanë prurje, nuk janë kthyer të kuptojnë që ore po ndërtojmë më shumë se sa kemi njerëz real. Dhe po ndikojnë cilësinë jetesës tonë çdo ditë kur dalim trafik, ndotja e ajrit e kështu me radhë. Natyrshëm ndërtimi do i vi fundi se kaq është popullsia jonë. Dhe çfarë do ndodhi është Bashkia e Tiranës për shembull 30% buxhetit e ka nga taksa e infrastrukturës. Kur i bie 30% e buxhetit do t'i taksoj këto pronat. Sot ne paguajmë 5.000 lekë të vjetra te fatura e ujit për pronën, që është modeste si taksë në muaj. Do shtoj këtë taksën se i duhen të ardhurat. Edhe shteti do gjejë ca mënyra të tjera me taksu dhe po të rritet taksimi mbi këto prona, këto motivohen të dalin në treg për qera ose për shitje. Dhe gradualisht do ta shkojmë këtë fenomene dhe do bien çmimet e pronave në nivelin e të ardhurave tona normale. Sa kemi paga të ardhura, ai duhet të jetë çmim normal. Se blerës të huaj në Tiranë ka shumë pak ose as pak. Janë kryesisht shqiptar Shqipëri ose emigrant. Pra, është një rrugë që ne do kalojmë në për ta, nuk i shmangemi dot. Sado që çmimet duken të larta sot, të pamposhtura. Do vi një moment, pra është figuron në horizont ky proces. Nuk i shmangemi dot. Përveç se po të vinë të huajt, ta imagjinojmë për shkakun që ne hyjmë në Europë dhe e lëshojmë Golden Visa, ku diun me 250.000 euro apo 500.000 euro, se kam iden. Edhe mund të vinë ata të blejnë në Tiranë, po prap nuk e shoh që të vinë kaq shumë të blejnë në Tiranë. Kështu që bie teoria që ne të paktën për sa i përket pasurive të paluajtshme nuk shkojmë drejt Europës, por shkojmë drejt çmimeve europiane, sepse standardi i jetesës me çmimet është i ndryshëm. Është i ndryshëm, ne jemi larg. Pra ne me një analizë duam 60 deri në 100 vite të kapim standardet europiane. Janë analizat të tyre, jo tonat, po minimumi 60 vjet në standarde jetese, ligji, shkolle, shëndeti e kështu me radhë. Ndërkohë që në çmime nuk jemi larg, pra në raportin të ardhura dhe çmime pronash ne jemi dhe më lart se europianët. Nuk jemi më lart po të krahasojmë çmime me çmim, po të vemi të krahasojmë me nivelin e ardhurave jemi që sot më lart. Diferenca është padyshim e madhe, po çfarë ndryshon për ndërtuesin në këtë rast? Folim pak më parë për ndërtimet e shumta dhe mënyrën se si po vijon progresi i këtyre ndërtimeve. Çfarë ndryshon për ndërtuesin shqiptar kur ne jemi pjesë e Bashkimit Evropian? Mendoj që rritja ose edhe gjatë procesit integrimit. Mendoj që rritja e standardeve dhe e kërkesave, legjislacionit do bëj filtrim të ndërtuesve. Nëse se deri sot kanë hyrë, kemi ndërtues cilësor që kanë kompani të mëdha, kanë reputacion, kanë standarde në kompani, kemi ndërtues të mesëm, modest, po që i respektojnë rregullat deri diku, kemi edhe pastaj edhe ndërtues që nuk respektojnë rregullat, nuk janë standarde. Rritja e legjislacionit do filtroj nga tregu ndërtuesit jo serioz dhe do mbajnë në treg ata ndërtues që thash, kanë kompani ndërtimi të mirëfillta, kanë staf të trajnuar, kanë element të sigurisë në punë, kanë financim, sepse pjesa më e madhe e ndërtuesve shqiptar nuk kanë financim, ndërtojnë me lekë të blerësve. Vemi ne porosisim ato shtëpi që ndërtojnë ata pallatet. Ndërkohë që duhet të kenë financim, në Europë nuk ndërtohet pa financim, s'të lejon njeri. Kështu që do filtrohen ato kompani që kanë kapacitete financiare, stafi, përvojë, brand name, reputacion për të ruajtur dhe kështu me radhë. Me që përmendet një nga problematikat që do hasin ndërtuesit, a mendoni se një pjesë e mirë e ndërtuesve shqiptar ose të paktën të kompanive të ndërtimit që tashmë janë të shumta në numër, do arrin të rezistojnë rregullave të reja të lojës dhe mbi gjitha standardeve cilësisë e para nuk kanë mentalitetin, sepse ne duke qenë një treg shumë informal, tu kanë ndërtuar lloj-lloj kompanish e individesh. Kur ti hyn në një treg si tregu europian që ka standarde të larta, natyrshëm filtrohen kompanitë, individët, produktet, shërbimet inferiore. Kjo nuk vlen vetëm për tregun e ndërtimit, për çdo lloj industrie tjetër, bie fjala tek ushqime do aplikosh standarde më të larta. Jo çdo lloj produkti që kemi sot në treg mund t'ja lejosh vetesh nesër, sepse tregu europian ka standardet e veta. Dhe ndërtimi do ndikohet, siç e përmenda pak më parë, do filtrohen individë e kompani që nuk aplikojnë standardet dhe nuk kanë mentalitetin e dur për të mbijetuar në tregun europian. A mendoni se idenë që ju përmendet pra në mënyrën se si do rimoderohet
e gjithë struktura e këtij sektori. A mendoni se do të reduktohen ndërtimet invazive, ato që janë ndoshta në mënyrë më informale, dhe do ketë një rend më të përcaktuar, dhe si do ndikohet ky proces nga kjo? Që tani ne jemi duke shkuar në drejtim dhe arsyeja kryesore është pikërisht se do hyjmë në Europë ku ka rregulla loje. Pra, ti nuk mund të marrësh nesër një lopate ca beton edhe të bësh një ndërtesë, sepse çdo gjë duhet të aprovuar nga autoritetet lokale kështu me radhë. Pra, formalizimi i tregut do ndihmojë që ne të kemi një peizazh simpatik, mos të kemi një peizazh tani të thyer, të kemi godina të bukura, godina të shëmtuara, ca të papërfunduara, ca që rinë aty nga 30 vite. Mendoj që në fillim do ta vuajmë pak, se jemi të pamësuar me një treg të rregulluar. Ne dhe si shqiptar si kemi shumë qef rregullat. Kemi qef të thyejmë rregullat. Por në Europë do respektosh rregullat. Do vuajmë pak në fillim ato vitet e para sa të mësojmë me rregullat e reja, do fillojmë të kuptojmë, të shijojmë që ore është më mirë kështu të jetojmë me rregulla si qytetar, edhe në ndërtim dhe në ushqim dhe në të gjitha fushat e tjera, dhe pastaj do mësojmë, po do duam ja 10 vjet që të kuptojmë që rregullat janë vlerë, po ato 10 vitet e para kur hyni një treg tillë janë vështira. Janë vështira. Pak vitet e para dhe pyetja ime ishte në çfarë konsiston. Janë 10 vite, e tregojnë vendet të tjera si Greqia, Bullgaria, Rumania, Portugalia, kur kanë hyrë në fillim, shokohen. Sepse e para s'kan standardet, nuk kanë mentalitetin e dur dhe në fillim duket si shumë kufizuese qasja europiane. Dhe në fillim realisht duket shumë kufizuese, derisa ti kupton që ajo është për të mirën e qytetarëve me vendos rregulla loje për gjithë që të përmirësohet cilësia e jetesës. Me që po flasim për vite dhe për një fazë adaptive që mund të shkojë deri në 10 vite. Si mendoni ju, si e shikoni tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri në harkun kohor të 5 ose 10 viteve, po duke qenë se ju e quajtët një dekadë, një fazë fillestare, atëherë i bie në harkun kohor të 10 viteve? Ajo që unë mendoj është që ne në këto 10 vite do kemi kërkesë nga tregu europian për të blerë prona, siç e përmenda Bregdeti është relativisht i sigurt në këtë drejtim, pra do ketë kërkesë. Akoma nuk e kuptoj ku do pozicionohet Tirana, pra nuk shikoj akoma që të vinë europianët blejnë në Tiranë, përveç se ka një zgjidhje për Tiranën. Transporti me tren në Tiranë, zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës, të bëj aksesin e lehtë në Durrës, pra ti të shkosh në Durrës, po themu për 20-30 minuta, pra do ta afronte me detin dhe mund të ketë europian që thonë, okej, po blej një apartament, po themi në Tiranë, se është kryeqytet, ka shërbime, ka argëtime, kështu me radhë, e kam Bregdetin me tren 20 minuta, me makinë 30 minuta, kjo mund ta bënte më atraktive Tiranën. Pra, aksesi drejt Bregdetit të Durrësit mund ta bënte atraktive, Golden Visa mund ta bënte atraktive. Në këtë rast do kishim investime të huaja, po do rriteshin çmimet për ne lokalet. Të shpresojmë që do rritet standardi i jetesës në Shqipëri që ne të mund t'i përballojmë ato. Cila është alternativa më mirë në gjykimin tuaj? Se kemi një paralelizëm deri diku edhe mungesë koherence në ideologji, pra në mënyrën se si do progresoj tregu. Nëse të huajt vinë dhe investojnë në Tiranë, është në favor të ekonomisë, ndoshta, por mund të ndikojë jetën e qytetarëve. Në të kundërt, mund mos jetë më mirë nëse Tirana nuk është ftuese, po prapë do ndikojë në Bregdetin që zhvillimi do jetë më i madh, por absolutisht mund të jetë i paksesueshëm nga vendasit. Shiko, në fazat e para, prurja e investimeve është pozitive, se vinë lek në treg, ato shpërndahen dhe përfundojnë edhe tek populli, pra në përditshmërinë e vet. Po si gjithçka duhet mbajtur në balancë. Nëse ne vazhdojmë të mbajmë 20% të GDP-s tonë ndërtim, pra ta mbështesim ekonominë vetëm tek ndërtimi, kemi ofertë vetëm për apartamente, tek të huajt, natyshëm që kjo do silli lek në atë industri, do rrisi çmimet dhe do na shtrëngojnë. Ne duhet të diversifikojmë ekonominë. Unë jam ekspert ekonomie, por kaq e di. Duhet diversifikuar ekonomia që të huajt jo t'i ofrojnë vetëm apartamente, po t'i ofrojnë argëtim, shërbime të tjera, si agroturizmet për shembull që janë popullore, po dhe shumë shërbime të tjera që ofrojnë vendet turistike në mënyrë që kjo të jetë e balancuar. Mos u shkojnë të gjitha lekët në ndërtimet, se përjedhoj pastaj rriten çmimet edhe dalim në lokalet jashtë tregut. Po jemi larg, jemi ca vite larg asaj pike. Jemi disa vite larg, por edhe jemi në një fazë progresive absolute për sa i përket të gjitha elementeve që përmendëm pak më parë, duke folur këtu për
agriturizmet dhe të gjitha sektoret e tjera të zhvilluara tashmë që e kanë bërë Shqipërinë një destinacion të pëlqyer, të paktën nga turistët. Pastaj edhe investitorët e kanë konsideruar në sektore të ndryshme. Por i rëndësishëm në gjithë procesin e integrimit është qytetari, sepse në fund të fundit është ai që do marri në mënyrë direkte goditjen ose favorizimin që sjell ky proces. Ka gjithë dinamik në shumë plane. Çfarë këshille do t'i jepnit ju qytetarëve për mënyrën se si duhet investojnë dhe mënyrën se si duhet procedojnë gjatë procesit të integrimit ose fazës parapërgatitore? Unë gjithmonë ju them njerëzve, nëse ti do blesh një pronë për ta mbajtur për vete, për banim apo për investim, për ta dhënë me qira, blije në çdo moment. Blije në Tiranë, blije në Bregdet. Asnjëherë nuk kam thënë bli për spekulim, se në Tiranë, po edhe në Bregdet blihet shumë për spekulim, ta blen grop ta shes më vonë. Sepse spekulimi funksionon disa vite, por nuk funksionon pambarimisht. Pra dikur ftohet tregu Tiranës dhe ti ke bler ato apartamentet në grop, të ngelen në dorë ato apartamentet. Pjesa më e madhe shqiptarëve zotrojnë shtëpi në momentin që flasim. Ne kemi kulturën e zotrimit shtëpisë dhe jemi o të parë o të dytët në Europë për zotrim shtëpi. Jemi diku tek 89% e shqiptarëve. Dhe unë ju them, çdo shqiptari bli shtëpi për banim ose për investim, por nuk është e vetmja formë investimi. Përpiqu tregosh që kreativ, mund të bësh një biznes tjetër, mund të bësh një ferë, mund të bësh një linjë prodhimi, jo të gjitha lekët në industri se sjell të fryrën artificiale që dikur pastaj mund kemi rënje çmimesh edhe të na dëmtoj, por gjithsesi, ne pronën e kemi pasion, e kemi kulturë tonën, ne blejmë prona për brezën e parë, 2 të 3 është kulturë shqiptare, kështu që le të blejmë për aq kohë sa i përdorin, por jo t'i mbajnë bosh. Nëse do e përdorësh blije. Të investojnë pra në diçka që mund të jetë funksionale në një moment të dytë. Por jo siç e cilësuat ju në formë zotërimi. Tregu i real estate-it, ne kemi parë që së fundmi me zhvillime që janë bërë dhe me fryrën që ka pësuar tregu, ka qenë edhe nga ana profesionale një ndër sektoret më të lakmuara për sa i përket të rinjve dhe të gjitha atyre që kanë vendosur të investojnë në këtë treg. Gjatë procesit të integrimit të Bashkimit Evropian, si do tjetë, si do ndikojë, duke marrë parasysh që një pjesë e mirë e të rinjve të paktët janë bashkuar këtij tregu dhe është një formë edhe nëse do të ketë një tkurrje të këtij tregu në aspekte të ndryshme, ndikon në mënyrë direkte, po prap ekonominë tërheqja e një pjesë të mirë të tyre që tashmë kanë burim të ardhurash. Ajo që vëmë re ne që tani në çdo industri ka mungesë stafi. Lejmi i lëvizjes lirë e ka shkaktuar këtë. Njerëzit janë të lirë të lëvizin, nuk i pengojmë dot. Me futjen e Europë, siç e përmenda në fillim të emisionit, akoma më shumë njerëz do lëvizin, sepse do jetë akoma më lehtë për të ikur për të patur kontrata pune në kompanitë e huaja, edhe mendoj që një pjesë e të rinjve shqiptar do kërkojnë Europën. Mund të kthehen në Shqipëri një moshë më të maturuar, siç janë kthyer unë. Për shembull, unë kam jetuar jashtë, jam kthyer një pjesë e shqiptarëve janë kthyer. Shqipërinë zakonisht ne e vlerësojmë në moshë të madhe, jo në moshë të re. Në moshë të re duam Europën, zhvillimin, ndryshimin, pagat më të larta, por që janë dhe kostot më të larta, se ne shikojmë pagat, por nuk shikojmë kostot. Kështu që këto vitet e para thash, hyrja në Europë do vuajmë në çdo aspekt, do vuajmë edhe për staf, sidomos në industrinë imobiliare, por unë jam optimist në afatgjat. Pas të kalojmë atë fazën e përshtatjes me komunitetin evropian, e të kuptojmë që rregullat janë mirë për gjithë, të kuptojmë që Europa ka të mirat e veta, po dhe Shqipëria ka të mirat e veta, ka motin e bukur, ka ushqimin e mirë, ka kulturë, ka identitet. Pasi të kalojmë këto vite, do bëhet më mirë për ne. Do bëhet më mirë për ne, po qytetet e tjera, sepse folëm deri tani për Bregdetin, për kryeqytetin, por duke lënë totalisht në hije të gjitha qytetet e tjera, duke marrë parasysh që Shqipëria është më e madhe se Bregdeti dhe se kryeqyteti. Kaq të pakonsiderueshme janë aktualisht ose cilat janë qytetet ku sigurisht pas zonave bregdetare dhe pas Tiranës kanë numrin më të lartë të ndërtimeve dhe gjithashtu të zhvillimit të këtij sektori të pasurive. Shiko, në Shqipërinë kemi gjatë viteve të komunizmit janë ndërtuar ca qytete që sot nuk kanë më arsye për të qenë. Jo është rralluar popullsia, nuk kanë ekonomi, nuk kanë industri, nuk kemi as ne motiv të shkojmë atje, as të huajt. Por qytete bie fjala si Gjirokastra, Berati, Kruja, Korça, kanë identitet, kanë ofertë. Pra mund të shkojë turizmi, lokalet mund të ndërtojnë jetën aty, e përjedhoj kanë të ardhme.
Unë e u them dhe miqve me të qeshur që qytetet që janë ndërtuar gjatë kohës komunizmit, bie fjala ndërtonte një industri regjimi atëherë, bënte edhe një qytet ngjitur, këto për fat keq nuk kanë të ardhmen, nuk shoh që të vazhdojnë, popullsia do emigrojnë, emigrim të brendshëm ose të jashtëm, po janë plot qytete të tjera në Shqipëri që kanë të ardhmen, siç përmenda Korçë, Gjirokastër, Berat, Shkodra, po. Shkodra ka shumë potencial se realisht është qyteti më i mirë i Shqipërisë, pavarësisht se s'është investuar, ka mal, ka det, ka lum, ka liçen, është qyteti i rrallë në vetvete, e mendoj që në vitet e ardhshme ka shumë potencial për investim Shkodra. Thash, qytetet, 6-7 qytetet mëdha që kanë ekzistuar, që kanë pasur ose kala, ose kufi, ose lum, ose diçka tillë mund mjetojnë. Qytetet e vogla për fat keq nuk kanë shumë të ardhme. Po nga investitorët e huaj, konsiderojnë dhe cilat janë ato qytete që janë ndoshta më tërheqëse për te i Bregdetit dhe kryeqytetit? Shiko, investitorët e huaj, se janë të zgjuar, për shembull, mund të shkojnë të blenë një shtëpi, një apartament në Delvin, që është 20 minuta nga Saranda, edhe në vend që ta blenë, ku diun, 150.000 euro në Saranda, blenë 30.000 euro në Delvin. Kanë filluar për shembull në vend që të blenë në Qeret Golem, blenë Kavaj. Një apartament, sa tu janë goxha më lirë se sa Buzdetit. Pra, në këtë sens mund të kenë shpresë të qytetet që janë afër qyteteve bregdetare, afër qytetet mëdha që kanë çmime të ulta. Por praktikisht ato në vetvete nuk kanë energji mjaftueshme, nuk kanë industri, nuk kanë punësim, edhe i shoh pak me modesti. Megjithatë, të huajt kanë shumë nuhatje dhe vende gjejnë të mirën. Kështu që këto qytetet e vogla po patën për t'i ofruar në gjë, sigurisht edhe ato mund të. Edhe ato mund të konsiderojnë. Kjo analizë ishte për të kuptuar situatën aktuale dhe për të parë si do impaktohet më vonë kur ne të jemi akoma dhe më afër BE-s, nëse do vijojnë të mbeten në hije, do të skonsiderohen në mënyrë totale, apo mund të ketë ndonjë fije shpresë që investitorët e huaj tashmë që do të jenë më prezent në Shqipëri, nëse do të jenë të konsiderojnë edhe vendet e tjera. Kjo do të ndikonte në mënyrë direkte. Do më thënë, investitori huaj do një motiv për të investuar, ose do ble një pronë për ta dhënë me qira, ka për biznes, ose do ble një gjë për qef. Dhe kur e blen për qef, zakonisht e blen në Bregdet. Mund të ble edhe në një vend malor të bukur, po them, mund ble në Voskopoj në një gjë, se i pëlqen Voskopoja, ose i pëlqen Thethi, po themi, apo Valbona. Por nuk shoh volumen ato. Drejtime jemi duke folur për sporadik tek tuk në një huaj. Po, për çfarë arsye mendoni që zonat malore në Shqipëri nuk janë të konsideruara, apo kaq sa zona bregdetare? Ka mungesa strukturore të qyteteve? Në përgjithësi, Bregdeti është gjithmonë më komercial se vendet malore. Do më thënë, në gjithë botën po të vini re, ndërtimet janë në Bregdet dhe pak në vendet malore. Po të pyesësh 10 njerëz, 9 prej tyre preferojnë Bregdetin dhe 1 preferon malin. Janë thjesht është natyrë njerëzore që afër detit, afër mbretit, thuhet. Është koha, moti, entuziazmi, tregtia bëhet në rrugtetare kështu me radhë. Them që ka potencial për vendet malore për të bërë turizëm kështu, për të ngritur biznesi, ambient biznesi, po jo pallate që do t'i shesësh të huajt. Sepse nuk do t'jenë të frekuentuara. Pra, në gjykimin tuaj është thjesht raport preferencial, nuk ka të bëj me mungesat e strukturave. Është shihet e njerëzve, natyrë njerëzore që preferojnë detin. Preferojnë. Pra, nuk është vetëm preferencë, nuk ka të bëj me mungesat e strukturuare që shpeshherë kemi parë qytetet malore të paktën të vendeve perëndimore që janë të mirë strukturuara në të mënyrën se si e sjellin atmosferën dhe të mënyrën se si e tërheqin turistin edhe këtë tjetër. Po, kanë investime të mëdha, pista skishe, kështu me radhë, po dhe në ato vende po të shosh nuk ke shumë investime në ndërtim, nuk ke shumë të huaj që blejnë, mund të shkojnë për të bërë ski apo për të nendur në hoteleri, po jo për të blerë prona. Cila nga zonat malore deri tani mund të ketë ndonjë volum, nuk flasim, por mund të jetë më spikatur ndoshta ndër të tjera? Thethi është më spikatur, e konfirmojnë të huajt, edhe Valbona, po Thethi mban kampion deri tani në vëmendjen e të huajve, edhe Voskopoja ka vëmendje. Pak, do më thënë janë të bukura me kalu 2-3 ditë, një javë, po jo me ble një pronë që do vesh atje rregullisht. Në zonat bregdetare mund të specifikojmë një zonë Vlora është më e favorizuara, ka pas më shumë investime, është qytet kompleks, ka detin më të bukur, do ketë aeroportin, ka port, Vlora është më e kërkuar. Vlora është më e kërkuar. Në kryeqytet, ka një zonë nga të huaj që është specifika, apo Tirana vjen si e tërë? Mund të themi për qera më shumë se sa për blerje, kryesisht brenda Unazës së vogël. Do më thënë këto periferit nuk i preferojnë. Nuk i konsiderojnë. Jo. Brenda Unazës së vogël konsiderojnë. As vendet periferike afër Tiranës nuk janë në orbitën absolute të... Mora Unazën e vogël, po kemi liçenin, për shembull edhe liçeni i Tiranës, është bërë zonë premium. Edhe aty mund shkojnë të huajt, po kryesisht për qera nuk i shoh për blerje.
Në periferit Tiranës nuk më vjen në vëmendje në një gjë, përveç se turizmi ditor që mund shkojnë për këto agroturizmet, po jo për investimet. Ne urojmë që ta kemi nxjerrë esencën dhe urojmë që procesi i integrimit të Bashkimit Evropian të vijë po kaq optimist sa që ishte biseda jonë. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e studios së Shqipëria Europiane dhe ju uroj shumë suksese dhe një vit sa më të mbar, duke qenë se kjo është puntata e parë e Shqipëria Europiane për këtë vit. Faleminderit juve. Tu ndajmë edhe së bashku të dashur miq, ju lë takim të martën tjetër në orën 20:00 si gjithmonë në ekranin e televizionit Skan. Deri atëherë mirupafshim.